Një raport të shkurtër e të shpejtë nga ti Angie, çfarë po ndodh me çfarë të fundit lidhur me Dasmën? Me Dasmën e kujt më? Me Dasmën mirë. Me Dasmën e Jeff Bezosit dhe Lauren Sanchez. Po mirë. Kush tjetër? Flitet për të ftuarit, se e tham që venecianët ja dolën ti spostojnë edhe ti largojnë jashtë qendrës së Venecias, po do ketë të ftuar shumë njerëz të famshëm, edhe njëri prej tyre do të jetë Orlando Bloom. U lexoja Irlandi. Ishte ndar Irlandi. Oktari. Aktori i mirënjohur do të shkojë në Dasëm, por si beqar. Besho fare. E laketi. Është ka kryer, domethënë, me dokumentat e divorcit, nuk është më me Katy Perry-n. Mirë, po patë një histori, zgjati ca vjet, nuk ishte. E kishin tani e kanë me dokumenta. Që në 2016 lexova. Dhe ka një gocë të vogël që quhet Daisy. Paska In Style e kanë nxjerrë atje pra mbas 9 vjetësh bashkë janë ndar. Në fakt duket që kishin një marrëdhënie shumë të mirë, po nuk e di pse çfarë ndodh me divorcet. Po shumë divorce ka patur. Për shembull Jessica Alba mas 20 vitesh në mos gaboj. Shakira e shkreta Stavutja. Shakira i bëri dhe kë. Ndërkohë së fundmi më pëlqen ai, s'kan gjithë asnjëherë. Brad Pitt ka dhënë në një intervistë është shprehur që mbas divorcit me Angelina Jolie jam rilindur. Dhe kujton ditën e parë. Kush është rilindur? Ka rilindur Brad Pitt. Ai është i rilindur. Ka rilindur. Ka rilindur mbas divorcit me Angelina Jolie, sepse ka kujtuar me Brad Pittin. Ua, ne kemi shpirt me Bradin, ne kemi edhe Pittin edhe Bradin të dy. Zemra, sidomos Pittin. Ka kujtuar seancën e parë se ti kur ka qenë te ky grupi të alkoolizuarve. Din që janë këto grupet që bëhen bashk, po themi njerëzit që kanë probleme me alkoolin edhe duan që të pastrohen dhe të bëjnë jetë më të mirë. Mbas divorcit pas ka pasur probleme me alkoolin zotria. E më mirë, okay. I alkoolizuar. Ajo nuk e linte të pinte, ai prandaj nuk e linte mar djalin të pinte. Po ai me domixhara kive është një birjo. Ai e kishte problem se ajo gjithmonë, shikoj edhe kur shkonin bashkë për gjëra, ky vishej serioz si burr kështu. Ajo me ca lecka, me ca gjëra, e kupton, nuk i përshtatet, kështu që kombinimi nuk ekziston. Po për Ketin tani me Orlando. Tipa të ndryshëm. Po duhet shumë të dashuruar tani. Se kanë parë video që të tjera tani mundësit janë të pafundme. E kemi temë emisioni gjatë muajit vazhdim, sa zgjat dashuria. Aty u them një lajm të bukur, botë ndarjeve, kjo është shumë interesante, se tani është periudha që shumica e njerëzve kërkojnë rritje rroge. E ke parasysh fund sezoni kështu. Ç'e do të thotë me këtë tash? Dhe është një kompani në Kin që thotë, doni rritje rroge? Dilni për vrap. Është një kompani letrash që quhet Guangdong Po Paper. Guangdong Po Paper. Dhe thotë, nëse vraponi 100 kilometra, do të merrni në muaj është kjo. Do të merrni 130% të pagës bonus. Nëse vraponi 50 kilometra, do të merrni një bonus të plot 100% dhe një bonus pak më të vogël nëse vraponi 30 kilometra. Vetëm kështu mund të merrni rritje rroge. Zgjedhim vetë, duam 30, duam 50, apo duam 100. Kompania ka vendosur aplikacione dhe në telefonat e punonjësve që ti kontrollojë dhe të marrë statistikat në fund të muajit se sa vrapon gjithë secili. Kjo ndodh për një arsye të vetme. Pronari i kësaj kompanie që është Lin Jiong, është nga këta tipat që eksploron, është aventurier, ka ngjitur malin e Everestit dhe thotë, unë mendoj që punonjësit e një kompanie dhe kompania në vetvete është më e suksesshme kur ata vrapojnë dhe janë të shëndetshëm. Se janë të shëndetshëm, more. Bravo. Edhe çfarë është kompania Bosch? Ja gjithë vrapuar, kupton, po punë kush e punon më. Ndërkohë, po mirë, mund të javi për shembull ndonjëri nga këta do të kenë një orë në një kështu nga ato që të mat, domethënë se aplikacione, kanë aplikacione telefonat e tyre. Po të javi çunit për shembull, ai dërgoj çunin. A vazhdi. Bëj një xhiro se i llogaritet babit. Pse do e kenë zgjidhur ato se kinezët nuk janë aq. Kjo ishte e fundit pra nga Guangdong Po në Nuk i di letrat. Fabrika juaj e dashur e letrës, në shtëpinë tonë s'ka asnjë lloj letre tjetër po se Guangdong Po. Mund ta thuash edhe Guangdong Po, që do ashtu. Tani, meqenëse kemi kohë s'po e bëjmë këtë gjë tjetër, por ç'është ajo? Do e ruajmë për më vonë. Keni divorci është frymëzimi i orës 7. Kemi ca gjëra tjera. Le të bëjmë rekrutimin tani shpejt të lojës tonë Tiko Tako. Snap ditën me pluma, to Blendi. Shpejt. Tiko. Aha. Sa më shumë fjalë, cilat në 1 minutë kohë mbarojnë me zni. Zhi. Duke si në. Është zhi. Zhi. Janë se zgjas. Zhi.
Dong dong po zhi. Po. Dong dong. Aty marrin fshishët e ujit. Wang wang. Atë. Wang wang zhi. Sa më shumë fjalë që mbaron me zhi. U frymzove tani nga Kina. Metrazhi, mesazhi, lavazhi, masazhi. Lavazhi. Po, etj. Ka zhi kisha.